dhe do shpalos idenë, do shta me detajet të tjera. Kërkesë, kemi pasur një ftesë për koalicion. Po, është vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari aty do të shkoj dhe edhe një herë, dhe do shpalos idenë, do shta me detajet të tjera, me shansën edhe për ta argumentu, sepse ne konsiderojmë që për momentin kjo është zgjidhja ndoshta më e mirë e mundshme për situatën në të cilën gjendemi. Jo, absolutisht, po mendoj mundet me argumentu sepse ne po e konsiderojmë nuk është, nëse partitë politike mandej janë në përkrahje, besoj që takimet në vazhdim, nëse e përkrahin idenë, janë për detaje tjera, për afatin, për listën e prioriteteve dhe absolutisht nuk bëhet fjalë për ndarjet e pozitave, sepse konsideroj që kjo në fundit edhe do të ishte shumë e lehtë, sepse një qeveri gjithë përfshirëse, ndoshta ndarja e funksioneve dhe përgjegjësive do të mund të bëhej komplet në bazë të përqindjes së rezultatit të votave. Nuk kemi vendosur kushte, nuk kemi kërkuar dikastere, as nuk e kemi diskutuar brenda për detajet e tilla, po na e kemi elaboruar sepse kjo është, do me thamë pse propozimi ynë është zgjidhja më e mirë e mundshme për situatën ku gjendemi. Por ajo që është evidente, po mendoj për ne, për ju dhe për lëvizjen vetëvendosje është që zonja Haxhiu nuk i ka votat. Kështu që nëse e kam thënë disa herë, nëse ata do të dëshironin që me të vërtet ta konstituonin Kuvendin e Republikës e Kosovës brenda 24 orëve, sepse seanca mund të thirret çdo 10 minuta. Domethënë nuk mund të shkojmë më larg se 48 orë, por mund të kemi seancë çdo 10 minuta. Do t'i kishin provuar edhe 47 deputet të tjerë dhe me të vërtet nëse asnjëri nuk do e merrte do me thonë mbështetjen e kuvendit, atëherë do të mund të flisnim, ndoshta edhe për përgjegjësi të partive të tjera politike. Po, natyrisht, do me thonë, kjo mundet me u pa edhe si interpretim i tillë që këta dëshirojnë fillimisht ta zgjedhin kryetarin e kuvendit dhe mandej me këto që do me thonë që bajnë marrëveshje politike, ndajnë pjesën tjetër të pushtetit, edhe pse ne kemi pasur ftesë si Lidhje Demokratike e Kosovës, do me thonë ende pa u konstituu kuvendi që të hyjë në marrëveshje politike me ta. Ne kemi pasur një kërkesë, kemi pasur një ftesë për koalicion, mundësi të bashkëpunimit për një koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. I kemi thënë jo një ofertë të tillë dhe ajo çfarë Lidhja Demokratike e Kosovës ka ofruar, do të thonë ajo çfarë është varur prej neve dhe ne kemi konsideruar si të mundshme në këtë moment, ka qenë kjo qeveria kalimtare tranzicionale me një agjendë të paracaktuar deri në zgjedhjen, deri në afatin kur duhet të vijë zgjedhja e presidentit të Republikës e Kosovës. Kështu që nuk mund të përgjigjem në pyetje hipotetike, sepse sinqerisht nuk e di edhe cilat do të jenë propozimet të cilat sot do të jenë atë tavolinë diskutimi.